Kryetarja komanduare e Bashkisë Tirana, Nuela Ristani, realizon një koktejl të rrallë korrupsioni për ndërtimin e një rrugë fshati bashkon oligarkët Arben Çela, Sander Shpati dhe Artan Sako. Me siguri, ideja ka qenë e Sakos, pronarit të firmës 2T SHPK. Ky po kërkon këto muaj të mos shfaqet hapur në projekte rrugësh, pasi është nën hetim nga prokuroria për shemjen e disa rrugëve të ndërtuara prej tij. Në këtë rast, Sako del si kompani mbështetëse e fituesit të tenderit Arben Çela dhe Sander Shpati. Tenderi i Bashkisë Tiranë synon asfaltimin e një rruge afro 1.3 km në fshatin Kasall të Zallherrit. Për këtë segment janë planifikuar nga buxheti i bashkisë 1.1 miliard lek. Ky është projekti i vizatuar enkas për fituesit e tenderit. Një destinacion që i ha lekët për disatën herë, por banorët vazhdojnë të vuajnë mungesën e infrastrukturës. Fshati Kasall është krijuar në vitin 2000 dhe është miratuar si zonë urbane me vendim të Këshillit Kombëtar të Rregullimit të Territorit në vitin 2004. Aty jetojnë rreth 550 familje me një popullsi prej 3170 banorësh. Fshati ka një shkollë të mesme, një qendër shëndetësore, një kishë dhe një xhami. I mungon rruga dhe uji. Projektet nuk kanë munguar, tendrat janë në letra, por premtimet nuk janë mbajtur. Fshati u bë më rrugë në vitin 2017. Ky është dokumenti i tenderit 416 milion lek, fituar nga kompania Bejs e Hamzi Slamajt. Nga rruga mbeti vetëm gjurma. Në shtator 2021, një kompani projektuese thekson se ndërhyrja në këtë segment rrugor është e domosdoshme, pasi aktualisht nuk është i asfaltuar. Pasi Veliajnë e mbyllën në burg për korrupsion, premtimet po i mban Nuela Ristani. Her pas here bashkia çon në ndonjë fadrom që mbush gropat. Kjo është situata rrugëve të fshatit para zgjedhjeve të vitit 2025, ku punëtorët sheshonin gropat. Por këto ditë me firmën e Ristanit, Kasallën e kanë marrë në dorë 3 oligarkë. Bëhet fjalë për tenderin rehabilitimi i rrugës kryesore të fshatit Kasall. Fondi limit është 107.6 milion lek, me burim financimi të ardhurat e Bashkisë Tiranë për vitin 2026. Në tenderin e mbajtur më 27 shkurt 2026 aplikuan 34 kompani, por fituesi duket i paracaktuar. Tenderit është vendosur flamuri kuq nga Open Data Albania që tregon risk korrupsioni, skualifikimi të gjithë operatorëve përveç fituesit dhe skualifikimi i ofertës më të ulët. Fituesi është Bashkimi i Operatorëve Udha SHPK, Asi Invest dhe ndërtuesi 2014, të mbështetur nga kompania 2T Artan Sakos. Më 10 prill 2026, Komisioni i Ristanit shpalli fitues këtë grup, edhe pse oferta kompanisë Mela ishte më e ulët. Kompania u skualifikua me arsyetimin absurd se nuk kishte paraqitur faturën e ujit. Një kompani me eksperiencë të tillë nuk do ta lindte pa paguar një detyrim të tillë. Edhe nëse do ishte vërtet, mund të korrigjohej brenda afateve. Grupi Sakos ka lidhje të forta politike me rilindjen. Kompania Udha ka marrë vazhdimisht tendera pa garë nga institucione të ndryshme. Artan Sako, pronari 2T dhe vëllai i kryebashkiakut të Tepelenës, është një figurë kyçe. Ai është nën hetim nga SPAK dhe dyshohet për përfshirje në skandale të mëdha infrastrukturore. Shembja e segmentit lotit të tretë të rrugës Qukës-Qafploç vetëm një muaj pas inaugurimit nxorri në pa një skandal të madh me vlerë rreth 75 milion dollar. Në këtë projekt ishin të përfshira kompania saudite Raufet El Torok dhe kompania shqiptare 2T. Prokuroria e Elbasanit ka nisur hetime për shembjen e aksit Librasht Pogradec për disa vepra penale përfshirë shpërdorim detyre dhe shkatërrim rruge. Ndërkohë që hetimet vazhdojnë, banorët e Kasallës pritet të përballen sërish me cilësinë e kompanisë 2T.